Enea Mihaj ka vendosur të jap lajm të mirë në fund të këtij edicioni skuadrës portugeze të Famalicãos. Mbrojtësi ishte bashkuar klubit në vitin 2022 për me përfundimin e kontratës e ka vendosur të mos e rinovojë atë, duke synuar një aventurë të re. Futbollisti ka marrë oferta nga kampionate të ndryshme dhe du të zgjidhë shpejt të ardhmen e tij, por si fillim ka dashur që nëpërmjet rrjeteve sociale të publikojë një mesazh lajm të mirë për klubin ku u kthye në një emër të njohur në Portugali gjatë këtyre viteve. Së shpejti du të them zyrtarisht lajm të mirë Famalicãos, por doja t'ju lija këtë mesazh të gjithë juve. Dua të falenderoj sinqerisht të gjithë ata që kanë qenë pjesë e këtij kapitulli të rëndësishëm të karrierës sime gjatë viteve. Presidentit, faleminderit për besimin dhe mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Departamentit të sekretarisë, faleminderit për ndihmën dhe organizimin tuaj në çdo kohë. Stafit të trenerëve, jam mirënjohës për të gjitha udhëzimet dhe arritjen që më keni ofruar gjatë këtyre viteve. Mjekëve dhe fizioterapistëve, faleminderit që u kujdeset për mua me kaq profesionalizëm gjatë gjithë viteve që kam qenë këtu. Shokëve të mi të ekipit, ka qenë një kënaqësi të ndaj fushën me ju, që gjithmonë do të mbaj me vete momente të shkëlqyera pune dhe miqësie. Të gjithë atyre që punojnë pas kuintave, siç janë nutricionistët, shefat e kuzhinës dhe menaxherët e pajisjeve, përpjekja juaj bën diferencën dhe e vlerësoj me të vërtet. Dhe tifozëve, faleminderit që jeni gjithmonë aty, si në kohë të mira, ashtu edhe në kohë të këqija. Ndjej se është koha të kërkoj një përvojë të re, të sfidoj veten përsëri dhe të vazhdoj të rritem si në fushë, ashtu edhe jashtë saj. Kam takuar njerëz të mrekullueshëm në këtë shtet dhe gjithmonë do të mbaj këto kujtime me vete. Me mirënjohje, Enea Mihaj.